Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kardiologët me urdhër të prerë, mos i fusni në gojë këto 8 ushqime, po ju dëmtojnë zemrën. Hipokrati ka thënë në mënyra më e famshme: ushqehemi dhe le të jemi ajo çfarë am, dhe kjo vlen edhe për shëndetin e zemrës, ku dieta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kardiologët shohin nga afër se çfarë mund të bëjë në zemrën tuaj më të fortë dhe çfarë duhet të evitoni nga dieta juaj pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin e saj. Më shumë se 600.000 njerëz humbasin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare në SBA çdo vit. Shkaku kryesor i vdekjes si për burrat ashtu dhe për gratë, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve CDC. Këto janë 8 ushqimet sipas kardiologëve, që do të rrisin gjithashtu dëmtimet e shëndetit të zemrës dhe duhet t'i evitoni ose t'i reduktoni nga dieta juaj. Proshuta, sallami dhe mishra të tjera të përpunuar janë me ndikime negative në shëndetin e zemrës. Organizata Botërore e Shëndetit ka përcaktuar se ngrënia e mishit të përpunuar shkakton dëmtime falë radikaleve të lira në trup dhe kontribojnë në dëmtimin e shëndetit të zemrës. Patatet e skuqura dhe ushqimet e tjera të përpunuara dhe të paketuara janë të dëmshme për shëndetin kardiovaskular. Qëndroni larg fast foodeve dhe patateve të skuqura sepse janë shumë të mira, por gjithashtu mund të dëmtojnë shëndetin e trupit tuaj dhe drejt për së drejti shëndetin tuaj kardiovaskular. Ëmbëlsirat. Edhe pse janë shumë të mira ëmbëlsirat dhe të shijshme, shkaku kryesor i tyre është edhe rritja e diabetit dhe rritja e dhjamit në trup, që ndikojnë gjithashtu edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj kardiovaskular. Ëmbëlsirat mund të kenë efekte negative falë edhe produkteve që përmbajnë, duke ndikuar drejt për së drejti në aktivitetin dhe shëndetin e zemrës. Konsumi i proteinës së tepërt mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e zemrës. Marrja e shumë proteinave mund të japë probleme veshkave, ndaj ato duhet të jenë me kujdes dhe në masën e duhur. Ushqimet fast food janë të dëmshme për shëndetin e zemrës. Shumica e restoranteve të ushqimit të shpejtë, të hamburgerave dhe pulave duhet të shmangen, sepse praktikisht nuk kanë asgjë në menu që është e shëndetshme për ju. Këto artikuj nuk janë gjithashtu të mirë për shëndetin e zemrës, ato janë të skuqur shumë, të pasura me element të vaj të hidrogenizuar, i cili ndikon drejt për së drejti edhe në shëndetin e zemrës, prandaj sa më larg fast foodeve. Pijet energjike janë të dëmshme për zemrën tuaj. Ekspertët thonë se duhet i shmangni sa më shumë pijet që kanë përqindje të sheqerit të shtuar, plus përbërjet e tyre mund të shkaktojnë probleme me presionin e gjakut dhe me aritmin, duke ndikuar drejt për së drejti në shëndetin tuaj kardiovaskular. Kripa e tepërt e shtuar në ushqimet tuaja ka ndikime negative në shëndetin e zemrës. Përdorimi i madh i kripës në sasi shumë më të mëdha nga sa duhet mund të sjellë probleme të larta në shëndetin e trupit tuaj dhe mbi të gjitha të drejtë për së drejta në shëndetin e zemrës. Nëse doni të keni një organizëm më të fortë dhe në një zemër më të shëndetshme, evitoni konsumin e tepërt të kripës. Vaji i kokosit. Ajo ka më shumë yndyrë të ngopur se sa dhjami i derrit, citon Freeman. Është të përdorur në disa studime për të nxitur arteriosklerozën, për të bllokuar arteriet dhe është shumë i dëmshëm për trupin tuaj, citon Health.com. Ndaj duhet t'i konsumoni gjithmonë në sasinë e duhur dhe asnjëherë në sasi tepër të larta. Patatet e skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të përshtatshme, të shpejta dhe të shijshme, por në të vërtetë ato janë të ngarkuara me shije artificiale konservues, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rrisin presionin e gjakut, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Salçiçet. Salçiçet mund të duken si një zgjedhje e mençur dhe e shëndetshme, por nuk janë. Në vend të kësaj, ky ushqim është të plot me kalori, kripra dhe yndyrna të ngopura që rrisin nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjak. Studimet gjithashtu e lidhin atë me problemet e shëndetit tuaj. Proteina e tepërt. Proteinat janë të domosdoshme për zemrën dhe për peshën e shëndetshme të trupit, por nëse i konsumoni ato në sasi tepër të larta, ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës. Puding. Në një rast të lumtur, pudingu bëhet i papërmbajtshëm, megjithatë përmbajtja e lartë e sheqerit
dhe kalorive mund të kontribuojnë në mënyrë efektive në shtimin e peshës mbi peshës, rezistencën ndaj insulinës dhe dëmtimit të shëndetit tuaj të zemrës. Ndaj duhet të tregojeni më të kujdesshëm me atë që shtoni në pjatën tuaj. Sëmundjet e zemrës ishin shkaku numër 1 i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve 2020, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve CDC. Por studiuesit vazhdojnë të mësojnë më shumë se si të parandalohen sëmundjet kardiovaskulare, të cilat përfshin si goditje në tru ashtu dhe sulmi në zemër, dhe është e qartë se të ngrënit dhe të jetuarit shëndetshëm mund të bëjë ndryshime të mëdha. Këtu nutricionistët theksojnë se çfarë mund të përfshini në dietën tuaj për të mbajtur zemrën tuaj më të lumtur në dekadat në vijim. Salmoni dhe peshqit si sardelet janë në superyjet e ushqimeve të shëndetshme për zemrën. Kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të bollshme të acideve yndyrore omega-3, të treguara në studimet që ulin rrezikun e aritmisë dhe ulin trigliceridet. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk dhe mundësisht peshk të yndyrshëm të paktën 2 herë në javë. Jo gjithashtu mund të merrni vajra të peshkut të pasur me omega-3 si suplemente dietike. Megjithatë, ato mund të mos kenë omega-3, DHA dhe EPA që gjenden posaçërisht te peshku yndyror. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme të cilat mund të ulin kolesterolin. Ai vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe thith kolesterolin në një mënyrë që të eliminohet nga trupi dhe të mos përthithet nga qarkullimi i gjakut, citon Lauren Graf. Manaferat. Jo vetëm boronicat, por luleshtrydhe dhe manaferat e tjera mund të ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës nga 25 deri në 42 vjeç që hanin më shumë se 3 racione boronicë ose luleshtrydhe në javë, kishin një rrezik 32% më të ulët të sulmeve në zemër krahasuar me ato që nuk hanin. Autorët e studimit ja atribuojnë përfitimeve të komponentëve të njohur të antiocianinës dhe flavonoideve, të cilët ndikojnë drejt për së drejti edhe në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që të përzgjidhni si duhet ushqimet e duhura për shëndetin kardiovaskular, pasi mungesa e lëndëve të duhura ushqyese mund të jetë njësoj e dëmshme si ushqimet e këqija. Agrumet. Njerëzit që konsumojnë sasi të lartë të flavonoideve që gjenden te agrumet kanë një rrezik më të ulët të goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në Revistën Ndërkombëtare të Epidemiologjisë. Çokolata e zezë. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë, çokolata e bërë nga të paktën 60 deri në 70% kakao, mund të jetë e dobishme për zemrën tuaj. Një përmbledhje botuar në vitin 2015 në Revistën Vaskular Farmakologji pranoi prova për disa mënyra se si çokolata e zezë mund të ndihmonte në sëmundjet të zemrës, por paralajmëroi se nevojiten edhe më shumë studime. Patatet. Nuk ka asnjë arsye për të shmangur pataten sepse ato shpesh konsiderohen një nisë shteye e keqe. Për sa kohë ato nuk janë të skuqura, patatet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Ato janë të pasur me kalium, i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe janë të pasur me fibra, të cilat ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Arrat, duke përfshirë bajamet, fistikët, kikirikët, përmbajnë fibra të mira për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën E, e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Disa njerëz në të kaluarën i kanë shmangur arrat sepse ato kanë shumë yndyrë, por shumica e studimeve tregojnë se njerëzit që konsumojnë arrat çdo ditë janë më të dobët se njerëzit që nuk i konsumojnë ato. Domatet. Ashtu si patatet, domatet janë të pasur me kalium të shëndetshëm për zemrën, plus janë një burim i mirë i likopenit antioksidues, i cili është i lidhur me incidencën më të ulët të goditjeve sipas shkollës mjekësore të Harvardit. Likopeni është një karotenoid që mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq LDL, të mbajë enët e gjakut të hapura dhe të ulë rrezikun e sulmeve në zemër. Dhe për shkak se ato janë të ulta në kalori, mund të ulin sheqerin dhe ato nuk e dëmtojnë në një dietë të shëndetshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.